pse nuk bëhesh ti ai I cili ke me kuptu mas pari arsyen pse ti ekziston. Nga ke ardhur, kush të ka kriju, për çka të ka kriju, cili është roli jot në këtë jetë. Rrafehet se një hoxh në një fshat dikon ka shërby një kohë caktuar në xhaminë vet aty edhe ka pas atë xhamatin e fshatit, edhe xhamitë e fshatrave dhe të periferive. Unë jam imam në periferitë Mitrovicës, kanë një përparësi se këtë xhamatin I njeh. Edhe familiarizohesh me ta sikur me I pas antar të shtëpisë. Edhe ai hoxha një moment po I mungon njëri që I ka pas xhamat të rregullt aty. 4-5 ditë sa është edhe shkon te shtëpia, troket nder del një familjar, thot ku është filani? Valla thot hoxha vendi, baba thot është në filon bjeshkën atje është një shpellë në filon venin, thot që 4-5 ditë është aty. Pse? Thot se di vesh ka vendos me shku, thot edhe na ka thonë një herë në ditë më sill një ushqim edhe ujë, edhe mos ma bani gajlën mu. Edhe çohet hoxha shkon thot te shoh çka është problemi. Kur shkon e gjen aty, përshëndetet me te. Çka është halli jot, thot pse ke vendos kështu me po. Thot hoxha vendi, më kanë ditë të hecë në përmal, edhe e kam pa një korb me sqep të thymë, me flatra të thyme edhe I verbt. Edhe kish rënë tokë rike aty, o thot, merë gjuna pe ti, thash, o zot, qysh mbjetan kjo krijes kështu, as mundet me fluturu, as nuk sheh. Thot, për habin time, duke këshyrën ashtu, erdhi korb tjetër, edhe I solli ushqim atij korbet. U çudita. Nejta hala ashtu duke vështru, tha mas një kohë erdha I korbi, sërish I solli ushqim, edhe thot, o binda, në atë që jo gjallart, më ti neve na e mësoni se rizku është I garantum. Ajo çka kime e pas, edhe çka kime e hangër e me e pi, Zoti ka me ta çu, pavarësisht a punove as punove. Edhe thot vendosa me u izolun këtë shpellë këtu, me I bo veç Zotit ibadet, edhe hiç mos me punu për dunja. Hoxha, shef, ka njerëz të mirë që nuk janë ditur. Ka njerëz të mirë që nuk janë të mençëm. E më e mirë është me kon njeri I mirë dhe I mençur edhe I ditur. Në këtë rast hoxha I thot kështu. Mirë thot ti ke pa 2 korba. Pse zgjodhe me qenë ai korbi pasiv, pse su bone ai korbi I cili ka me I çu dikujt ushqim. Edhe kjo është ai mësimi I këtij rrafimi ose I kësaj legjende, sido që të jetë vërtetësia e saj. Çka dua të them? Një I ri sot ndikohet nga një influencer. Pse s'bosh ti vet influencer? Pse nuk ja gjen vetës mas pari me vetën tone, pa u ndiku prej trendeve të rrjeteve sociale. Pse nuk bëhesh ti ai I cili ke me kuptu mas pari arsyen pse ti ekziston. Nga ke ardhur, kush të ka kriju, për çka të ka kriju, cili është roli jot në këtë jetë, cili është destinacioni jot, ka do të shkosh se një gjë e cila ka fillim, ajo ka dhe mbarim detyrimisht, nuk mundet me qenë ndryshe. Edhe kur ta kuptojsh gjithë këtë, e kupton rolin tënd në ekzistencë, pse mos më u bë ti influenceri. Pse më thonë unë e kam model filoni ose fistekun, pse s'bosh ti vetë model. Kjo është e para. E dyta, po më kjo është ai sqarimi fetar, që secili hoxh do të më thonë, po të bim në rrafshin e rinis, edhe të përpiqemi të mendojmë sikur ata. Nëse imiton verbresht ose jo verbresht një personalitet, ti gjithë atë gjerësi të ekzistencës së tjetës e ke ngushtu në syt mendjen edhe konsideratën e filanit. Nëse don me u vesh si filani, me u duk si ai, me u sjell si ai, me fol si ai e kështu me radhë, do të thonë ti një gjë cilën Zoti e ka kriju shumë gjanti, po e ngushton kaq shumë. Masanej në si krijesat që jemi, ne jemi të barabartë në statusin e krijesës, asnjëri prej neve s'është Zot, as mundet me u bë Zot. E kemi një Zot të gjithë të përbashkët. Pse me ulën e vetën ma ullë se sa një dikush që është më I barabartë me mu. Pse me liu dikush me më hyp në qafë mu. Kur them me më hyp në qafë, nuk është qëllimi veç ato të dhënshmet edhe agresivet, po të hyp në qafë ai I cili t'ja ke dhënë mendjen me qira ose pa qira. Kështu që formimi I një triu, një treje, duke u bazuar vetëm në rrjetet sociale, mendoj se është një deformim shumë I madh për disa arsye. Një prej tyre është kjo që thash, një po e kornizon jetën në diçka që është shumë e ngushtë, në realitet ajo është e gjanë. E dyta, jemi dëshmitar edhe këtë e thonë edhe studimet bashkohore, çfarë dëmi I shkaktojnë trunit vetëm scrollin për rrjete sociale. Një lajm e shet tash për tërmetin
një tjetër e sheh për vërshimet, një tjetër e sheh për një zhvillim politik, një tjetër për një aksident që dikush e ka përjetu, një tjetër vjen lajm i gëzueshëm, një tjetër është lajm i bezdisshëm edhe pikëllues. Truni ndikohet negativisht jashtëzakonisht shumë këtë aspekt. Çka do të më bëna? Edhe po deshëm nuk mundëm me njanu edhe me i largu nga jeta jonë, as telefonat, as rrjetet sociale, është kriju ajo varësia, edhe thjesht vetë duhet ta shpëtojmë veten prej asaj mbytjes totale. Mirë, po duhet mos harrojmë se megjithatë për informim, edhe për formim, edhe për vetëdijsim, na duhet libre, na duhet mësimi, na duhet edukimi, na duhet mësuesi. Për arsye se sado që të kemi mia libra mund t'i lexojmë, mirë po në formimin ton edhe ai që do të na sqarojë edhe zbërthej disa gjëra, edhe ai ka rolin e vet. Kështu që në asnjë mënyrë nuk bën as teknologjisë, as rrjeteve sociale me avlon hapësirën e krejt asaj për çka ne kemi nevojë. Edhe shpirtërore edhe emocionale, po mbi të gjitha intelektuale, për arsye se pastaj do të pësojmë shumë në formimin ton.